Një 37 vjeçar banues në Divjak ka goditur me grushte kushëririn e tij dhe i ka dëmtuar dyqanin. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Divjak arrestuan në flagrancë shtetasin EQ. Policia Lushnjë referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AK, 74 vjeç, banues në Lushnjë pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vëllait të tij. Kurse policia rrugore referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për dy 16 vjeçar, pasi u kapën duke drejtuar automjete pa leje. Gjithashtu policia e Fierit arrestoi në flagrancë shtetasin RM 30 vjeç, banues në Fier, pasi ka goditur me grushte dhe me send të fortë xhaxhan e tij, dhe procedoi penalisht shtetasit BH 51 vjeç dhe FN 32 vjeç, të dy banues në Roskovec, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë kanosur një 37 vjeçar. Dhe specialistët e Komisariatit të Policisë Mallakastër referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi ditën e djeshme është gjetur e vetvarur në oborrin e banesës së saj në fshatin Usoj, shtetësja TZ, 88 vjeçe, e cila vuante nga depresioni. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.